Përshëndetje Tuna dhe mirë se vjen në emisionin e parë për këtë sezon, emisionin WhatsApp. Përshëndetje, faleminderit shumë fillimisht që keni ardhur sot. Është kënaqësi e madhe. Edhe urime pe hapim barbë së emisionin. Shpresoj që po. Tuna, një informacion ka qarkulluar për sa i përket Babastarsit, po mendojmë për fshirjen tuaj në këtë label. Mendon se e kanë bërë këtë gjë ndoshta për ta bezdisur deri diku ishmiken tuaj Dafina Zeqerin, apo sepse ju jeni një këngëtare e suksesshme dhe një mundësi e mirë për tu përfshirë në Babastars? Sinqerisht, prej ku doli informacioni për inkuadrimin tem në labelin Babastars nuk e di. Janë publikuar në për portalet informative. E di, nuk e di prej ku rjedhin me faktet e tyne. Unë me gjithat gjithmonë e kom thonë edhe prap e them që kom respekt madh ndaj krejt anëtarëve, sepse janë edhe miqtë e mi, edhe janë reperat cilët i respektoj për punën që e bojnë. Nuk ka kur gjon e vërtet lidhje me përfshirjen tem në asnjë label. Për momentin jam e fokusuar në karrierën tem single, si prej fillimit. Pikërisht, edhe mendoj që kështu të paktën do të jetë 100% derisa të kryhet albumi edhe e gjitha ajo punë që pëson mas lançimit të albumit. Të dëgjosh që ka njerëz që fjala urrejtje mua nuk më pëlqen ta përdor në këtë rast, sepse nuk mendoj se ju ke dhënë arsye njerëzve të urrejnë, por ndoshta që nuk të kanë shumë qejf dhe të publikosh foto me I love you haters. Është një mënyra e vetme për t'u përgjigjur, apo thjesht mendon se nuk ja vlen të harxhosh më shumë energji për njerëz të tillë? Dhe një foto mjaft e këndshme. Fitja është gjithashtu shumë e këndshme. Normal që gjithkush ka drejt për mendime ndryshme, si për mu si artiste ka pas tillë cilët kanë paragjykuar edhe njerëz cilët e kanë pëlqyer punën tam gjatë këtyre viteve. Mirë, po pikërisht ata hejterat ndoshta kanë qenë motivues të më të mëdhej për gjithë punën që kanë bërë, pikërisht edhe prandaj ishte kapela me I love haters, edhe këtë e mendoj për një me I love haters, edhe i du me gjithë zemër. I falenderoj sepse faktikisht motivin që i japin ata edhe është një stimulim shumë i madh për gjithë krijimtarit e mia deri tash. Mendon se thashe themet që qarkullojnë, këtë pyetje parashtroj duke u bazuar që mbi ju, sidomos mbi jetën tuaj personale, ka patur shumë thashe theme. Mendoni se thashe themet mbi jetën tem, falë që ndërpriva, nuk kisha thonë vetëm mbi jetën tem, mendoj se mbi jetën e secilit artist suksesshëm aktual të momentit, apo ashtu ka thashe theme. Normalisht që ndoshta edhe aq më shumë kanë ato të cilët ndoshta si rasti jam janë mundu më të rejke dhe nuk jam përgjigj, thjesht i kanë ignoru, nuk jam dal me secilin thashe them që e kom dëgju për vete, ose secilin shkrim me demantu, se do të ishte shumë budallakina madhe, do të ishte çdo ditë dal me ndonjë demand për vete, ndoshta edhe pikërisht për ato edhe më shumë janë acaru edhe janë nxit që shkruajnë për mua, megjithatë është e drejta e gazetarëve dhe nuk i akuzoj kur. Dhe unë të kthehem tek pyetja ime. Mendon se këto thashe theme të cilat dalin, që janë më shumë si për ty edhe për këngëtarë tjerë, po sonte e kemi intervistën bashkë. Mendon se janë më shumë, ndikojnë më shumë pozitivisht në jetën e këngëtarit apo negativisht, sepse kur një qarkullon një thashe them mbi një këngëtar apo mbi një këngëtare, tërheq vëmendjen e shumë adhuruesve të atij këngëtari apo këngëtare, por edhe e bezdis. Kush ndikon më shumë? Ana pozitive apo ana negative? Sinqerisht unë nuk kam dash asnjëherë që karriera jam u bazu me skandale, me thashe theme. Ndoshta jam artist, jam me dëshirën më të madhe që jeta jam private dhe jeta jam private të jetë shumë fanatikisht e mbrojtur, domethënë prej anës tem. Po që nuk arrihet, është e pamundshme, jetojmë me një vend vogël dhe është e pamundshme definitivisht. Megjithatë njerëz eksperta kisha thonë këtë punë, thonë që çdo marketing, edhe marketingu i keq është marketing i mirë për këngëtarët, që mu vjen shumë keq, po sinqerisht ndoshta në periudhën kur marketingu më i keq është bë ndaj meje, duke filluar prej thashe themeve të tipit tuna është lesbike, tuna kështu, tuna ashtu, ndoshta në periudhën pikërisht në atë periudhë karriera ime ka qenë më e frytshme dhe më
Njerëzit shpikin dhe përflasin aq shumë sa që duke u bazuar vetëm në një mini element, si për shembull fotoja juaj me Yilmaz Dervishin, dhe kanë shpikur një thashë them të tërë. Tani, ajo është demantuar, është përgënjeshtruar, por unë dua ta di si e ndjer ti kur e ke dëgjuar këtë gjë nga njerëzit, apo botimin që është bërë. Konkretisht për rastin, me që se Yilmazin e kam shok edhe bashkëpunëtor, shumë vjetë shumë, kemi qesh shumë. Edhe këto lloj thashë theme na sinqerisht na zbukurojnë ditën, edhe po më vjen mirë që ekzistojnë sepse edhe neve na vjen ndonjëherë me na zbukuru ditën. Kemi qesh shumë sepse janë informacione të cilat vetëm njerëzit ndoshta të cilët nuk kanë as pak informacion për karrierën të mund ta besojnë, sepse ata të cilët e din gjatë viteve, e din ekipin, njerëzit e mi të cilët më kanë qëndruar gjithmonë mbrapa edhe e din relacionin tem që e kam me ata. Pikërisht me Yilmazin e din gjithë që për një kohë shumë gjatë ka qenë PR i karrierës time, njëkohësisht është mik imi shumë i mirë, shok imi shumë i mirë, kemi qenë edhe kolegë në fakultet, ndër të tjera, kështu që të përqendrohemi tani tek ajo që ti ju ke përkushtuar me gjithë shpirt, karriera jote. Do të përqendrohemi te videoklipi i fundit. I asaj është një këngë që ka bërë një boom të vërtet, mbi 2 milion klikime i ka patur në YouTube. Dua të më thuash tani tekstin kur e dëgjon me vëmendje, duket sikur i drejtohesh dikujt, ndoshta ndonjë personi që ka mbetur në të shkuarën, apo është thjesht një hamendje që më është krijuar mua dhe njerëzve të tjerë. Në fakt secila këngë e jamja ka pas reagime të tilla. Se normal, gjithmonë kur kërojmë për një mashkull, unë çdo këngë kam interpretu me zemër edhe njerëzit kanë paragjyku për çdo këngë, sinqerisht, konkretisht për asaj është shkru prej Viganit, Vigan Bardhi i Keosave, antari i Keosave, edhe përderisa vetë nuk jam autore atij tekstit, nuk qëndron kurrë mbrapa. Edhe deri tash këto e kam thonë 1 milion herë dhe nuk e shoh arsyeshme me përsërit, nuk kam asnjë këngë me dedikim ndaj dikujt. Mirpo në album kam e pas normal sepse kam inspirimet e mia për tematika që ja u jap njerëzve që shkruajnë. Personalisht vetë merrna me tekste, po edhe nuk kam shumë kohë më marr. Kam e pas diçka biografike, po konkretisht asaj nuk ka të bëjë me kurrë me jetën time private. Gjithsesi këtë rast du me shfrytzu shumë për me ju falenderu krejt fansave cilët e kanë mbështet këtë këngë, qoftë prej atyre cilët e kanë debatu për të keq, që kanë paragjyku për projektin e asaj. Mendoj se të stimulojnë akoma edhe më shumë që të punosh, se sa vlerësimet që merr. Këto që e thash më herët. I falenderoj shumë, para 2 ditëve lexova dhe shkrimin me cilën është shpallë dhe hiti verës që për mua është një definitivisht shumë i madh, edhe një kreacion shumë e madhe. Faleminderit shumë, edhe sinqerisht është një përgjegjësi para se gjitha shumë e madhe, se tash jemi në fazën e përfundimit të albumit tem dhe kemi momentin që unë ndjej një përgjegjësi shumë të madhe ndaj fansave dhe të fish më shumë me dëshmu me këngë të radhës, me këngë të tjera. Diçka mund të detajuar çfarë do të përmbajë albumi? Këngë të reja, përgjithësinë këngë club scene, cila do të dëgjohen klubeve, do të ketë normal edhe balada, se pa balada nuk ka tuna, po që pak i lash baladat, anash, për momentin jemi fokusu me bo gjithçka që është për momentin bot aktuale, trende, normal që po do t'jeti shoqëruar edhe me një klip. Këto ditë jemi këtu për gjithë këngën e cila do të pësoj sepse kemi pas deri tash me lançu një këngë të albumit, po nuk kemi bo një hap tillë për arsye që sa po vendosim me lëshu një këngë, po na dëshmon që i asaj hala është u ndëgju edhe njerëz, edhe po i afrohet gati 3 milion në YouTube me klikime. Faleminderit edhe për ato. Tuna vërtet shumë faleminderit për këto çaste që na dhurove përpara se të startosh mbrëmjen tënde këtu në XS Club në qytetin e Gostivarit, dhe fansat e tu mezi janë duke të pritur. Faleminderit shumë që keni ardhur sonte, besoj që kena më kënaq bashkë. Edhe ju uroj një sezon shumë të mbar, një sezon shumë të mbar të emisionit, edhe besoj që së shpejti kena më pa, më vjen shumë mirë që sot me një farë mënyra po e përmbyllim sezonën e verës të koncerteve, edhe më vjen mirë që në Maqedoni, se ky është koncerti i parë që po e bëjmë në qytetin e Gostivarit, domethënë Maqedoni. Gjatë verës isha më shumë e koncentruar në Kosovë dhe në Shqipëri. I kemi ndjekur pothuajse në çdo hap. Vërtet shumë faleminderit dhe je shumë e këndshme. Faleminderit shumë edhe juve, faleminderit.
ishte kjo intervista e parë për këtë sezon. Ne do të kemi edhe intervistat të tjera, megjithatë është një mënyrë e këndshme që në emisionin ton të parë për këtë sezon të kemi Altuna Sejdiun. Rikthehemi në studio. Look at